Partia Demokratike ka ngritur shqetësim lidhur me projektin Smart City, i cili synon instalimin e një sistemi monitorimi me kamera inteligjente dhe ngritjen e një qendre të specializuar kontrolli. Në zbatimin e tij në mars të vitit 2025, qeveria ka dërguar në kuvend ratifikimin e një kredie për $180 milion nga fondi i Abu Dhabit. Zëdhënësia e antikorrupsionit në Partinë Demokratike Genta Vajgjeli deklaroi se vlera reale e kontratës për fshin të vëshën arrin në $140 milion, ndërsa sipas saj, analiza e kostove ngre dyshime se projekti është rritur artificialisht me rreth $80 milion. Në mungesë të transparencës për mënyrën e përdorimit të sistemit, ruajtjen e të dhënave, aksesin e informacion, auditimin e pavarur dhe garancinë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë, lindin shqetësime serioze për ngritjen e një mekanizmi të survejimit masiv të qytetarëve. Shqiptarët kanë të drejtë të dinë pse po marrin një borxh të ri prej $118 milion për të financuar një kontratë të dhënë pa garë dhe pa konkurrencë, ndërsa ekspertët vlerësojnë se e njëjta teknologji mund të sigurohej me $10 milion më pak. Pa transparencë, pa tender, pa publikimin e kostove reale, ky projekt mbetet në hijen e dyshimeve për shpërdorim të fondeve publike, favorizim të kompanive të përzgjedhura dhe cënim të lirive themelore të qytetarëve. Duke kërkuar transparencë, Vajgjeli thotë se asnjë qeveri nuk mund të marrë në emër të shqiptarëve $100 milion borxh dhe t'i shpenzojë ato pa konkurrencë, pa llogaridhënie dhe pa transparencë.